Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka pranuar ftesë, po edhe sikur ta pranonte, nuk do t'i përgjigjej për shkak të raporteve të krijuara qysh më herët dhe konsiderojmë që opozita duhet ta krijojë qeverinë, sepse sjellja e kësaj qeverie për një mandat ka treguar që nuk meriton më të vazhdojë. Ne kemi qenë dhe jemi në kontakt me Partinë Demokratike të Kosovës, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me parti tjera të cilat e përbëjnë Parlamentin e Kosovës. Meriton Kosova një qeveri tjetër, prandaj nuk kemi ambicie për rolet kryesore të qeverisjes në Kosovë, por do të jemi pjesë e qeverisjes sepse mendojmë që kështu i kontribuojmë zhvillimeve të reja në Kosovë që e qojnë përpara Kosovën. Ne kemi pas një koalicion parazgjedhor, ka përfunduar, po tani kohëve të fundit jemi të interesuar që me partit opozitare, në këtë rast me partinë PDK-n, LDK-n, Nismën, gjitha partit të cilat janë në opozit, me partit e minoriteteve jo serbe, ta krijojmë qeverinë e re.